Historia e Jeffrey Epstein vazhdon të zbuloj dimensione tronditëse të rrjetit të tij të shfrytëzimit seksual, i cili sipas dëshmive nuk kufizohej vetëm në Shtetet e Bashkuara, por shtrihej deri në Afrikën e Jugut dhe më gjerë. Një nga zërat që ka dalë publikisht është ai i Juliet Bryant, sot 43 vjeçe, e cila përshkruan përvojën e saj si një burg i padukshëm që e mbajti të bllokuar fizikisht dhe psikologjikisht për vite me radhë. Zinxhirët e padukshëm janë mënyra më e mirë për ta përshkruar, thot ajo. Ishte si kur isha e lidhur duar e këmbë, por pas një zinxhir të dukshëm. Ajo pohon se nuk i tregoi askujt për atë që kishte përjetuar deri pas vdekjes së Epstein, duke theksuar se manipulimi psikologjik ishte po aq i fortë sa edhe dhuna fizike. Fillimi, ëndra, premtime dhe kurthi. Në vitin 2002, Juliet Bryant ishte vetëm 20 vjeçe, studente dhe me ambicie për të bërë modele. Ajo kërkonte një mundësi për të ndihmuar financiarisht familjen e saj. Takimi i parë me Epstein ndodhi në një restorant në Cape Town, ku sipas saj ishin të pranishëm edhe ish presidenti amerikan Bill Clinton, si dhe aktorët Kevin Spacey dhe Chris Tucker, të cilët ndodheshin në qytet për një vizitë ndërgjegjësimi për AIDS-in. Vetëm disa javë më vonë, ajo u gjend në një udhëtim që sipas saj do t'i ndryshonte jetën për gjithmonë. Fluturimi që ndryshoi gjithçka. Pas mbërritjes në New York City, Juliet u dërgua në aeroportin privat Teterboro Airport, ku hipi në avionin e Epstein. Ajo kujton momentin kur ai u ul pranë saj gjatë fluturimit. Ishte konfuze për një vajzë të re. Pastaj ai filloi të më prekte në mënyrë agresive. U tremba. Mendova se nuk do ta shihja më familjen time. Ishulli privat dhe izolimi. Bryant rrëfen se u dërgua në ishullin privat të Epstein në Karaibe dhe më pas në prona të tjera, përfshirë rezidencën e tij në New Mexico. Ajo thot se pasaporta i ishte marrë dhe se ndiheje bllokuar. Nuk ishte mënyrë të aratisesha, edhe nëse doja, nuk mund të notoja deri në tokë. Sipas saj, në këto prona, shihte vazhdimisht vajza dhe gra të reja nga vende të ndryshme të botës. Dhuna e vazhdueshme. Bryant deklaron se edhe pasi u kthye në Afrikën e Jugut, u detyrua të udhëtonte sërish drejt pronave të Epstein në Palm Beach, Paris dhe vende të tjera. Ajo pohon se shfrytëzimi ndaj saj ishte i vazhdueshëm dhe se Epstein e thërriste shpesh në dhomën e tij. Kontrolli psikologjik. Përtej izolimit fizik, ajo thot se ndikimi më i madh ishte psikologjik. Gjithmonë ndjehesha sikur ai po më shikonte, rrëfen ajo. Edhe kur dërgoja email, ndjeja se isha nën kontroll. Sipas dokumenteve të publikuara nga Department of Justice, disa nga emailet e saj ndaj Epstein konfirmojnë se ndikimi i tij vazhdoi për vite me radhë. Bryant shton se edhe sot, sa herë sheh lajme për të në rrjete sociale si Facebook apo X, përjeton ankth dhe shqetësim. Ai është gjithmonë aty. Është e vështirë thashmang. Një histori që vazhdon të trondit. Sot, Bryant thot se është në proces shërimi psikologjik dhe ka zgjedhur të flasë publikisht. Nuk kam asgjë të fshehur. Ky njeri pati një ndikim të jashtëzakonshëm në mendjen time. Dëshmia e saj shton një tjetër pjesë në mozaikun e rrjetit të Epstein, duke treguar se shfrytëzimi nuk ishte vetëm fizik, por i ndërtuar mbi manipulim, frikë dhe kontroll afatgjatë.